solla që ka më shumë se përplot. Vetë vendosje i mbon të bimet në solla sporteve. E në shesh, ata që sot na e pamundsuan, sollën e madhe që ju të gjithë kishit vend për të na ndjekur të bimin, e kemi një porosi. Edhe sot, vetëm edhe sonte, nesër e keni radhën ju dhe ja bëni vendin secilit. Të dashur qytetar, motra, vëllezër, zonja e zotrej, koleg nga Kuvendi i Republikës e Qeveria e Kosovës, asamblesë të nderuar, të dashur aktivist, këtë fushatë kemi bërë me këmbë në teren, me zemër të qytetari dhe me kujdes për çdo derë ku kemi trokitur. Secili takim, çdo shtrëngim duar, cila do bisedë me qytetar, ka qenë frymëzim për më shumë angazhim dhe besim e shpresë për ndryshimin që po vjen. Kemi punuar ditë e natë, jo për të dukur, por për dëshmuar se Prishtina ka njerëz që e duan sinqerisht, që punojnë seriozisht dhe që kanë plane e projekte konkrete. Prishtina sot është një qytet që po e ndjen peshën e 4 viteve të humbura. Punët e nisura nuk janë përfunduar, projektet e premtuara nuk janë parë, e qytetari është lodhur nga justifikimet e dobta dhe ankesat e palogjikshme. Prishtina ka pasur mundësi të mëdha, fondet mjaftueshme dhe vëmendje kombëtare, por gjithçka është humbur mes mungesës së planit, tepricës së arrogancës, diletantizmit kronik dhe orekseve financiare drejtuesve të saj. Qyteti i lodhur nga paaftësia menaxhuese, i mbetur peng në kaos nga një pushtet që ka humbur kontaktin me qytetarin. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi përmbyllës, ne nuk e mbajmë peng qytetin. Ne e mbajmë fjalën e dhënë. Prishtina nuk ka nevojë për patronazh, ka nevojë për kujdestari. Ne nuk ndajmë favore, ne shpërndajmë mundësi dhe ne e rishpërndajmë buxhetin. Ministri i shkëlqyeshëm i kulturës është kryetari i duhur për kryeqytetin. Qeverisja e qytetit për ne fillon prej derës së banesës deri te sheshi qendror. Nuk na duhet kryeqytet që ngjan bukur vetëm natën dhe nga larg. Na duhet kryeqytet që shkëlqen nga pastërtia dhe organizimi. Edhe ditën e në çdo cep. Dhe na duhet rendi i ri urban. Ai është edukim e punësim, shëndet dhe sport, kultur dhe argëtim. Me punën e vetë në kryeqytet, qytetari blen banesë dhe i krijon vetes e familjes vatër të ngrohtë. E nuk bën që në shtëpinë e rehatshme ta çojmë stresin e qytetit. Prandaj për kryeqytet pa stres, zgjidhni kudo hajrin e qytetit, që t'ua shoh hajrin edhe shtëpia, edhe familja, edhe fëmia. Ne duam kryeqytet ku nuk matet suksesi me prishje nervash, por me kohë të kursyer. Sot për të shkuar në punë në orën 8, qytetari i Prishtinës duhet të zgjohet në orën 5 mëngjesit. Shumë më tepër njerëz në Kosovë kanë qenë të pakënaqur në këto 4 vite
me komunikacionin e pamundësuar në Prishtinë, sesa me krejt qeverisjen tonë qendrore. Qyteti që i lodh banorët e vetë nuk e ka qeverisjen siç duhet. Kjo mund të ndryshohet nesër, kjo duhet të ndryshohet nesër, sepse të gjithë bashk e bëjmë Hajrullahun kryetar. Shkëlqimi i disa rrokaqejve në Prishtinë nuk mund të afshej hallakomën këtu poshtë. Tashmë ish komunari na premtoi liçe, por na dha vetëm një mal bërllog. Komuna jonë nuk është fjetorja mes kaosit dhe mbeturinave. Qyteti nuk është fjetore as strehimore popullsie, por vendi i jetës së zgjuar e gjallë të shoqërisë. Me dyer të ngushta, kullat e larta, po e fusin qiellin e qytetit në xhepin e oligarkut. Korrupsioni, të dashur miq, është forma ekonomike më varfruese. Ndërtimet në komunë janë më shumë ndërtime për ndërtuesit sesa për banuesit. Me neve, banuesit banojnë më mirë e më lirë. Kur ne fitojmë, qytetarët përfitojnë. Kundër kandidati i kryetarit tonë të ardhshëm, erdhi me premtimet mëdha dhe me fjalë të buta, por në fund Prishtinën po e lën rrëmuj dhe pa drejtim. Ai s'ishte kryetari i qytetit, aq më pak i kryeqytetit, sepse ishte veçse projekt i vetës për veten e tij. Ai mishëron atë çfarë duhet refuzuar në çdo komunë të Kosovës. Abuzimin e keq menaxhimin, paaftësinë dhe delirin. Dhe pasi humbi 4 vjet ndërshtime, rikandidimi i tij është fyerje edhe për inteligjencën, edhe për logjikën e qytetarit Prishtinës. Në fakt, kjo përveç se kërkesë për mandat të dytë, është kërkesë për të harruar mandatin e parë. Tani jemi të gjithë bashkë këtu sonte dhe jo vetëm për të mbështetur vizionin e Hajrullah Qekut, një vizion të qartë, të zbatueshëm dhe të drejtë, një qytet për njerëzit, një kryeqytet për Republikën. Ky vizion është për një Prishtinë që nuk është vetëm privilegj për disa, për ndonjërin, por është mundësi për shumicën, për shumë kë. Hajrullah Qeku e sheh Prishtinën si qytet të bashkëpunimit, të shkencës e të kulturës, të zhvillimit të qëndrueshëm. Ai dëshiron ta bëjë kryeqytetin shembull të qytetarisë ku secili ndjehet pjesë e të përbashkëtës. Hajra do të jap fund stagnimit dhe do ta çojë qytetin drejt modernitetit, transparencës dhe progresit. Do ta kemi një Prishtinë që nuk arsyetohet më, por ecën përpara. Hajrullah Qeku, krejt ndryshe nga kundërkandidati i tij, është përfaqësimi i asaj që qytetarët kërkojnë sot. Ndershmëri e vizion, efikasitet dhe guxim për tu përballur me vështirësitë që bëhen sfida të tejkalueshme, me problemet që bëhen zgjidhje të qëndrueshme. Ai është kryetari që do të jap qytetit frymën që meriton, të drejtën që i takon. Tani, të nderuar të pranishëm, gjithçka është në duart e qytetarëve. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Numri 105 që paraqet ndryshimin pozitiv të gjendjes aktuale
ose ai numri tjetër që nënkupton vazhdimsi të degradimit edhe më rënd se kjo gjendje. Le ta bëjmë të dielën ditën e ndryshimit, ditën kur qytetari fiton mbi paaftësinë. Le ta bëjmë Prishtinën tonë sërish qytet që frymon e frymzon për herë e kudo që punon dhe ecën me dinjitet për mirëqenie. Të dashur qytetarë të Prishtinës, politika e kryeqytetit është njëherë vullnet, pastaj edhe ekspertizë. Kush ka vullnet për qytet të jetueshëm, gjen ekspert sa të doj. E kush ka etje për korrupsion, gjen ekspert sa t'i duhen. Në 12 komunat Kosovës, lëvizja vetëvendosje ka paraqitur për votim në balotazh kandidatët e saj që i kanë të ndryshme fushat e ekspertizës, por të gjithë kanë të përbashkët vullnetin politik për kthimin e qyteteve nga grumbuj zonal popullsie në bashkësi me jetesë të begatshme. E dish se shumë bashkëdhetar janë kthyer në këtë fundjavë pikërisht për balotazh. Shkaku i mërgimit, të dashur miq, nuk është jeta në Republikë, por mbijetesa në komunë. Republikës së Kosovës dhe kombit shqiptar në përgjithësi i nevojitën trimëri të reja. Nuk mund të ecim përpara thjesht e vetëm me trimëri të vjetra apo fare pato. Nga Mitrovica në Prishtinë, nga Gjilani në Pej, nga Prizreni në Viti e Kaçanek, nga Gjakova në Fushë Kosovë e Kastriot, nga Vushtria në Rahavec, i kemi 12 kandidat që do të përballen me krimin e do të ndalojnë atë, që do të zhvillojnë qytetet e do të lartësojnë ato. Këta janë mishërim i trimërive të reja që i duhen Republikës, komunave dhe kombit ndar. Unë jam shumë i bindur se kjo do të ndodhë, sepse kur më parë Kosova e posaçërisht Prishtina s'ka qenë kaq e bashkuar në një ndjenjë të vetme. Është koha për ta kthyer qytetin te qytetarët. Është koha e Hajrullah Qekut, është momenti i Prishtinës që ngritet. E kemi nisur me shpresë, po e mbyllim me besë. Nesër fiton Hajra, nesër fiton Prishtina. Ju faleminderit shumë. Atë që është i pari midis jush, e ftoj të vi para jush, kryetari i ri i Prishtinës, Hajrullah Qeku.